Administrata tatimore ka publikuar pagat referente për profesionet kryesore në sektorin e turizmit. Kjo nismë është pjesë e planit sektorial të turizmit dhe synon rritjen e kontributeve për sigurimet shoqërore. Administrata tatimore ka edhe një paralajmërim. Tatim paguesit duhet të deklarojnë sakt pagat reale të punonjësve. Çdo deklarim poshtë pragut referencë do të konsiderohet indikator risku dhe do të bëhet objekt i verifikimeve tatimore, thuhet në njoftimin zyrtar. Në tabelën e pagave vjen re se pozicioni i një kryekuzhinjeri apo kuzhinjeri paguhet 140.000 lek të rinj, një menaxher hoteli 110.000 lek, një shef pasticcerie 130.000 lek, një kamarier 70.000 lek, recepcionisti 63.000 lek, një sanitar, larës enash apo punëtor krahu 60.000 lek të rinj. Tatimet thonë se krahasimi do të bëhet edhe për profesione të ngjashme me ato të listuara duke përdorur si bazë pagën mesatare sektoriale. Qëllimi është reduktimi i informalitetit dhe rritja e kontributeve për sistemin e sigurimeve shoqërore. Administrata tatimore apelon bizneset në sektorin e turizmit të freskojnë deklarimet në përputhje me pagat reale për të shmangur penalitetet apo hetimet.